Dy ne dhe edhe shumë tjerë si ne, kam patur mendimin që thjeshta nuk vjen nga e përbëra, siç e kanë shumica. Po e përbëra vjen për kavallo, vjen nga kal. Edhe ai thot, "Çaval vetë sot ai." Që e mendoja ju në Shqipëri, thaj që fjala kal vjen nga kavallo. Se ka dhe mbijemi, kavallo sforca. E para, dhe e dyta, në 2002 ishin po me thënë hartën që kanë nxjerrë, që ne kemi bashkë disa herë nxjerrë tu, Cavallo Sforza, harta e Juve, pasi bëri genet e popujve, në 1997. Është grafiku I parë me fakte, se ka dhe grafiku më përpara, suedezët, danezët, që gjua Shqipe e parë. Dhe kjo e nxjerrë Albanea, edhe gjua Shqipe 9.000 vjetë. Edhe ka bërë një pikpyetje për të qenë, jo se ka pat prik, po për të qenë qitë për një gjithë të hapur, po. Bravo, faleminderit, për talent të hapur. Pastaj sigurisht armend, po edhe greqishtja e treta. Greqishtja gegnisht e mirditor që të po janë, që po megjithatë le të themi greqisht e vjetër. E kupton? Pra ky është ai, kaq kisha për ndihmuar. Si tha Gjon Sllaku që e përktheva. Po e përktheva me tempo. Faktikisht Sforza nuk ka qenë gjutar, por në grupin e ty ka pas gjutar të talentuar që e kanë ndihmuar në këtë aspekt. Edhe ai ka specializimi I tij ka qenë te gjenetika, kurse grupi tjetër I studiuesve të gjuhëve, domethënë është grup I veçantë që janë specialistë të gjuhësisë. Dhe gjenetika, rezultatet e sotme janë mahnitse dhe janë rezultate shkencore dhe tregojnë në mënyrë të përkryer lëvizjen e popujve. Ne si shqiptarë për shembull jemi akuzuar gjithmonë si jemi të ardhur prej diku ose jemi mbeturina të pushtuesve, nuk kemi një etni, nuk kemi një popull. Nga fqinjet tanë zakonisht. Kurse këto studime tregojnë të kundërtën. Në asnjë rast, sepse ato kanë marrë shumë mostra, dhe I kanë studiu si në aspektin gjenetik, dhe në gjitha rastet rezultatet kanë dalë që jo vetëm që ka një vazhdimsi, por është etnia që këto rezultate janë shumë të larta në krahasim me etni tjera të Ballkanit edhe të Evropës. Jo se edhe ato kanë përsëritje të këtyre halpogrupeve, por edhe ato ne kemi ma thelluar rezultatin. Zoti Prem, shiko, ati që ka thënë Albani, Sforza Cavallo, në 1907, shikoni, Armenian Greek. E tha Instituti Max Planck në 2023, ajo që tha ty zbulim kryesor që bën 2023. Po, kundërshtuam ne zyrtarisht zoti Guri, që zyrtarisht, institucionalisht, shteti jonë e kundërshtoi. Kundërshtoi, po. Kurse ne si akademirë një tona, ne mbështesim se janë dhe shkencëtarët më të mëdhenj në botë. Po, e vërtet. Nuk kemi takat I kundërshtojmë ata zoti Guri. Lidhur me Adenan zoti. Konkluzjoni I përgjithshëm sepse kjo është një temë shumë delikate dhe shumë e holluar, shumë e studiuar. Edhe është komplekse gjithashtu, domethënë që tjetë e shkoqitur dhe e kuptuar edhe nga publiku. ADN-ja e të gjithë popujve. Po, të pyetje janë studimet që ju keni marrë për bazë për konsiderat. Si e kanë nxjerrë ADN-in e shqiptarëve për teleshikuesin, se unë në fakt jam familiarizuar me studimet tuaja, por për ta dëgjuar teleshikuesin. Si e ke menduar? Sipas studimeve gjenetike, Evropa, flasim popujt evropian dhe Ballkani, kuptohet edhe Ballkani, kanë si halpogrup ato janë terma domethënë gjenetik që I përdorin ato. Një halpogrup shënohet me I, një është me E, tjetri është me R edhe një me J. Të gjitha këto të katërt I kemi ne. Për spektatorët, mund të sqaroni me pak fjalë çfarë janë? E është një halpogrup që kemi. Eja domethënë mosha e halpogrupit E është 50.000 vjeçare. Po, shumë e lashtë, shumë e vjetër. Pastaj Eja ka kaluar E1B, që është një mutacion tjetër, por që është 20.000 vjeçar më I ri. Pastaj nga E1B është E1B1, që edhe 20.000 vjet të tjera. Pastaj vjen E13. Ky E13 është 9.000 vjeçar. Parafërsisht, domethënë, dhe këto halpogrupe janë
pjesë kryesore përbërëse të ADN-s së përziershme të gjithë popujve evropian dhe të Ballkanit. Tani, cili është raporti që ka Shqipëria dhe shqiptarët me këto halpogrupe? Shqiptarët, domethënë, se duhet të fillojmë nga simas akademikëve, akademisë zyrtare, është periudha e akuit ka zgjatur 1.5 deri në 2 milion vjet. Atëherë këto, domethënë simas akademisë, Homo sapiensi erdhi nga Afrika 50.000 vjet përpara. Domethënë kur erdhi nga Afrika, ai solli këtë simas atyre, solli si halpogrup. Kurse në Ballkan ndodhi ndodhi sepse ato kishte njerëz, përsëri në Ballkan, ato erdhën 50.000 vite më parë, pra kishte. Kishte njerëz. Kishte njerëz përpara, sepse përsëri ADN-ja na ndihmon. Me të vërtetë ne këto i kemi një pjesë kemi nga Homo sapiensi, pjesa tjetër ishte që e quajnë këto gjuetarë mbledhës që ishin, edhe gjuetarë mbledhës të ri që u krijuan nga ky halpogrup, dhe kemi Neandertali. Neandertali është të gjithë ADN-ja e evropianëve e ka 1%. Ka një marker, si e quajnë këto. Dhe në Afrikë nuk ekziston. Kjo do thotë që para se të vijë Homo sapiensi në Evropë, edhe në portat kryesore të hyrjes ka qenë Ballkani perëndimor. Dhe pra, përpara se të vinte Homo sapiensi në Ballkan, këtu kishte njerëz që ne e quajmë Neandertal, që ishte një njeri tjetër. Lidhje ka shqiptari sot shumë pikërisht me këtë kora? Shqiptari sotëm është i përber, përbenja shqiptari sot, kemi 3 grupe. Pastaj këto kanë sjellë në grupet e veta. Kemi gjuetarë mbledhës, që janë më të parët, që i përkasin edhe një pjesë. Kemi, po ma tepër është IA. IA është, këto thonë që IA janë autoktonët më të hershëm të Evropës. E ne kemi këte në masën 30-40%. Pjesën tjetër të që flitet që erdhi nga Afrika, te kemi 40-50%. Kurse 10-20% janë rënibërinial. Këto janë të stepas. Këto janë të stepat që erdhen 4.000 vjet përpara. Pra këto janë 3 kolonat, që përbëhen ADN-ja jonë, që ne po flasim për ADN-in e shqiptarëve. Dhe shqiptarët këto përqindje i kanë më të larta në krahasim me gjithë popujt tjerë. Për shembull, slavët, edhe pjesa nuk ka ADN slave, nuk ekziston një ADN slave me përkufizim. Por ne e marrim si ADN slave gjithë ato që janë me R. Pra R, N, B. To janë që kanë ardhur nga stepat. Kurse ajo pastaj ka kryer mutacione me RNA që është shpërnda pastaj nga slavet e lindjes që kemi ne, këte kanë me përqindje shumë më të lartë, e kanë rusët e polakët, kurse edhe slavet e perëndimit e kanë të lartë, kurse slavet e jugut, serbët e kanë më të ulët. Kjo do shi me shqiptarët shumë. Pikërisht, por shqiptarët kanë më tepër, kanë më shumë RNB, originale që ja ka marrë nga ku erdhen këto të stepave, që i quajnë këto kultura janaja. Ku erdhen këto, ne kemi direkt nga ato, nuk e kemi nga slavet. Kemi pak nga slavet. Kurse slavet nuk e kanë nga slavet e lindjes dhe të perëndimit. Sepse po ta kishin do të kishin do bizotronte RNA-ja, ato kanë RNA plus RNB. Dhe po t'i shohësh përqindjet, e kanë më të lartë, ne si etni, në gjithë Ballkanin e kemi përqindjen më të ulët të ADN slave. Shqiptarët e kanë më të ulët të gjithë Ballkanin. Edhe kjo është determinante. Për shembull, nga kjo nxjerrim konkluzionin që shumë njerëz kanë ndryshuar identitetin, sepse ka raste që gjuha nuk përputhet me ADN-n. Sepse ti mund të ndryshosh identitetin, merr një religion tjetër, mëson një gjuhë tjetër, edhe nëshon identitetin si person, por ADN-n se nëshon dot. Edhe vjen momenti që kjo ADN kur përputhet me identitetin e ri që ti ke krijuar. Edhe kjo domethënë sipas menimit tim,
domethënë nga ky lloj konkluzioni tregon që popullsia serbe në popullsinë serbe ka shumë që kanë origjinë arbrore shqiptare, të cilët janë konvertuar nëpërmjet martesave mikse, por shumë nga kisha ortodokse serbe. Janë shtrënguar të ndrojnë identitetin e vet. Dhe këto të shi, domethënë po ti mbledhish këto konkluzione, pra pjesa kryesore e ADN-s son, janë shtresa, janë 3 shtresa. Ka edhe shtresa tjera, por me përqindje shumë të vogla. Këto 3 shtresa kanë arritur të mbijetojnë së bashku. Pra nuk ka ardhur një popull që domethënë ka arritur ne të na ndeshojë ADN-n, por është integruar me ADN-n tonë. Domethënë këto të 3 shtresa që janë gjuhëtarët, janë bujqit, janë blegtorët. Kështu me 3, se që edhe njerëzit t'i kuptojnë është shumë ma mirë. Domethënë janë gjuhëtarët, shtresa e parë, që është 30-40%, janë bujqit, që shkon 40-50%, edhe janë blegtorët, ato që thonë blegtorin, që kemi ne 10-20%. Këto me këtë ADN domethënë identifikon sllavet. Këto konkluzione tregojnë që ne kemi vazhdimsi. Pastaj vim tek gjuha. Tani Sforza kur ka bërë studimet, ai paralelisht ka punuar me grupet me arkeologët, sepse ato janë ndërlidhura, sepse ato skeletet që i kanë gjetur, kanë studiuar rreth 6.000 binome, vetëm në Ballkan. Atëherë marrin këto skelete, arkeolog, përcaktojnë moshën, edhe përcaktojnë ADN-n, pastaj bajnë ADN-n në mënyrë të rëndom të